një nga reagimet që në fakt bëri habi e Donald Trumpit, mbasi që në koincidencë me takimin që kishte me Zelenskin, vazhdonin bombardimet ruse mbi Ukrainë. Dhe ai poston në Truth, thot, ore, me një nervozizëm sërish të interpretuar, thot, Putin po tallet me mua, pra do të ne po flasim për paqe, po hapim letrat e paqes, po bëjmë gjithë shka, po lobojmë, po marrim edhe kosto për sipër, kosto publike, ndërkohë që raketat vazhdojnë dhe godasin. Dhe pastaj erdhi si reagimi një hershëm deklarata e Putinit që për 3 ditë do të ndalojmë, sepse të flasësh për paqe ose të shpresh një vullnet për paqe, të vazhdosh bombardosh me raketa, me drone, me tjera, duke shkaktuar dhe viktimat civile, duke një kontradikt shumë e madhe. Po s'ka këtu një dredhi, se ne po i marrim gjërat, po i lexojmë shumë drejt. A ka interes Amerika që të mbyllet konflikti Ukraino-Rus? Sepse ne nuk mund të nxjerrim Bidenin si një paditur dhe administratin e Bidenit si një administrat të palogjikshme. Ata investuan shifra kolosale, të pamenduara, në mënyrë graduale në këto 3 vite luftë, në mënyrë që të mbajnë të mbërthyer Rusinë në një konflikt me Ukrainën. Tani, Trump do të zhbllokojë luftën, për arsye sepse sepse Rusia është bërë, si thosh, ka hyrë në vartësinë ekonomike të Kinës. Dhe gradualisht kjo luftë po prodhon një aleancë midis Rusisë dhe Kinës. Por, nga ana tjetër, kjo është një gjë që duhet bërë me lloj gradualiteti, profesor, apo do të thonë, s'mundet të jepet karta bianca Putinit për çdo gjë, se padej po them që edhe armët i shkojnë Zelenskit, Ukrainës, pra do të bërë edhe në qoftë do të riqi, do të një mënyrë të organizuar përmes një rezistente të përgjakshme që po bën Ukraina në këto momente. Shikogjej, konceptet e Amerikës për luftën, kur thënë konceptet e presidentit Trump për raportet me luftën Rusi-Ukrainë, me sa duket ndryshun komplet nga ato që kishte administrata përpara, pra administrata Biden. Gjithsesi, ka dhe pjesën që ka pjesën edhe të vazhdimësisë. Bideni, nëse do donte Bideni dhe vendet e Europës që presidenti Zelenski të fitonte luftën, ata kishin arsye tjera, kishin mundësi që të jepshin mbështetje më të madhe me armatim. Por edhe armatimi që është dhënë Zelenskit është dhënë një armatim me pikatore. Kemi parasysh edhe deklaratat e presidentit Biden kanë qenë që do ta japim deri kur ta gjykojmë të arsyeshme. Pra, gjithmonë ata kanë dashur konflikti të jetë i kundulluar. Pra, nuk është se kanë dashur që të fitohet kjo. Pra, me sa duhet ka qenë Rusia që të bëni. Ka qenë një tërheqje e Rusisë. Ka qenë një tërheqje e Rusisë për të mbajtur në këtë konflikt dhe këtu ndi dakord ndonjëherë edhe me Tanin që u synua që të përfshihej në konflikt dhe të mbetej në këtë konflikt. Me sa duket, presidenti Trump ka koncept, ka ndryshuar edhe strategjinë e Amerikës në këtë fushë. Unë mendoj që ai don ta mbylli sa më shpejt këtë konflikt, bile don që të arrijë një rezultat edhe për atë egon e tij personale, domethënë që të marrë një nga premtimet. Interesat amerikane përputhen me mbylljen e këtij konflikti apo interesat elektorale të Trumpit? Interesat Amerikës janë interesat e Trumpit tash,